Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojm, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojm. Vëllezër të dashur në Islam, lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që adhurimet tona, lutjet, duat, po ashtu agjerimin e muajit të bekuar të Ramazanit, të cilin dje e përcollëm, lusim Allahun të na pranon. Po ashtu mangësit që ka i kemi pas në të, Allahu Gjelleshanu përsëri me veprat mirat na i kompenzon. Na tregoi Allahu vëllezër qish në fillim të këtij muajit, tha ayamen ma'dudat, këto janë ditë të numëruara, ditë të caktuara. Edhe me të vërtet kaluan aq shpejt sa që edhe pse dje kemi përcjell, nuk mbajmë mend asgjë. Shkon 29 ditë që aq i ka edhe muaj. Herë i ka 29 ditë muaj hënor, herë i ka 30 ditë. Me gjitha to, janë ati 4 javë e 1 ditë. Të gjitha shkuan, atë shpejt. Dhe me thonë, kemi pasur fillimisht 29 sifire, pastaj kemi pasur edhe 29 iftare, kemi pasur edhe 29 taravia apo namaz nate. Të gjitha kaluan. Ndoshta kemi pas, apo dikush ka hetuar qoftë dhe një vështirësi, qoftë dhimbje, qoftë uri e kështu me radhë, që tash amban men dikush diçka, shkuan të gjitha. Shkoj uria, shkuan vështirësit, a e dini që ka mbet vlezër, mbet vetëm sevapi. Ata të cilët nuk ka gjiruan dhe kam pas mundësi, mendon që ndoshta u knaqën e kështu me radhë, edhe ajo e atire kaloj, por çka ju mbet mëkati. Kështu është dinjoja vëllezër të dashur. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur e tregon se si zhvillohet fëmiu, embrioni në mitrën e nanës, i përmendën Allahu Gjelleshanuhu interesant të gjitha shkallët, të gjitha fazet. E Allahu Gjelleshanuhu tregon si krijohet prej një pikës ujit, pastaj e shndrohet një gjak i nxëm, pastaj ai gjaku i nxëm e arrin dhe bëhet eshtër kock, pastaj ato kockat mbushen me mish, pastaj i jepet figura, forma, e pastaj i jepet edhe shpirti. A e dim pas kësaj çka thot Allahu Gjelleshanu? Këto i detalizon Allahu Gjelleshanu, thot وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kjo është çka e thash qip më herët. E thot فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. është i ngritur Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesi më i mirë. A e dini vëllezër çka vjen pas kësaj? Cili ajet vjen me radhë më njëherë pas këtij ajeti? Ki çka e thash është një ajet. A e ndëgjuat se si Allahu tregon çdo fazë, sperm, gjak, i nxëm, pastaj i ngurt, pastaj si cop mishi, si cop xhunge, e shndrohet në kock, në eshtra, eshtrat e marrin formën e njeriut, e forma vishet me mish e kështu me radhë. Pastaj të adini cili ajet vjen pastaj? Thumme innekum ba'de dhalike lamayitun. Allahu thot, e pastaj keni të gjithë me vdek. Ku është ajo jeta në mes lindjes dhe vdekjes? Nuk e ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse ajo është kelemhil basar, atë sa i mbilën dhe sa i hapën dhe i mbilën sit, apo sa i mbilën dhe i hapën sit. Nuk ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala pas kësaj se pastaj ti do të rritesh e kështu me radhë. Me njerë thot, thumme innekum ba'de dhalike lamayitun. E ju pastaj
të gjithë keni me vdek. Unë sot do të flas për një çështje vëllezër, për disa pika të cilat janë shumë me rëndësi. Ajo çka do të flas është arritja e pranimit të veprës tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Duhet ta dim diçka e cila është shumë me rëndësi, që Allahu Gjelleshanuhu këtë gjë të tillë e ka bo kushtetut ligj. E ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala ligj këtë çështje prej të gjithë profetëve që i ka dërgu ai subhanahu wa ta'ala. Edhe ajo e para që është vëllezër me rëndësi, besimi në atë që Allahu Gjelleshanu ja ka shpall atij profetit. Se cili popull e ka pas obligim të domosdoshëm të besone në atë që i ka ardhur atij profetit, atij të dërguarit. I dërguari i parë ishte Nuhi a.s. Ndoshta për dikon mund të jetë e re, po Nuhi a.s. është i dërguari i parë. Nuk është Ademi a.s. i dërguari i parë, as nuk është Idrizi a.s. i dërguari i parë, po i dërguari i parë është Nuhi a.s. Populli Nuhit e ka pas obligim të besone në atë që i shpall Nuhit a.s. Ai Ibrahimit e ka pas obligim që të besone në atë që i shpall Ibrahimit a.s. Populli Musaut të njëjtën, populli Isaut a.s. të njëjtën. Edhe ne ummeti Muhamedit a.s. e kemi të njëjtin obligim me besu të gjitha atë që i shpall pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është numër 1. Shqitjoni vëllezër janë këtë dy çështje, nuk ka të ri. Dhe e dita ndjekja e metodologjisë të atij profeti. Profetit i është shpall Kurani Muhamedit alayhis salam dhe ai ato e manifeston me vepër se si duhet ajo të praktikohet. E para të besojmë në atë që është shpall profetit ton Muhamedit alayhis salam dhe e dita të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala në atë mënyrë që na mëson neve ai i dërguar dhe ai profet i cili është për ne, kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër, nuk mund të ketë vepër pa besim. Nuk mund të ketë vepër pa besim. Do me thonë, çdo vepër e cila bëhet, por nuk bëhet me besim, prej asaj veprës nuk ka dobi. Ajo tek Allahu subhanahu wa ta'ala nuk pranohet. Po ashtu edhe nuk ka besim pa vepër. Nuk mund dikush të krenohet se është musliman pa agjerimin e Ramazanit, si shembull, të cilin e përsollëm dje. Ai i cili e ka pas obligim dhe ka pas mundësi të agjiron. Nuk mundet të jetë besimtar musliman pa faljen e namazit. Do me thonë, nuk ka besim pa vepër, po as që ka vepër pa besim. Këto dy gjëra janë çështjet elementare. Edhe ajo vepra që të bëhet prap i kthesh rregullit të parë i cili ishte ndjekja e rrugës, modelit apo metodologjisë të atij profetit të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu gjelleshanu e ka dërguar. Ne vëllezër bëjmë vepra, por a beson përsëri ne ngelim tash, përfundoj muaji i Ramazanit, se cili musliman i vërtet, i sinqert, vallahi mirët me veten e tij, subhanallahu që këtë ditë që ja xhirova, a mi pranon Allahu gjelleshanu, a nuk mi pranon. Këto taravit, namaz natë që erdha, a ma pranon Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk ma pranon. A e shikoni derdi i muslimanit, e bon veprën, pastaj kthehet, a e bona mirë apo nuk e bona mirë. A do të ma pranon Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk do të ma pranon Allahu gjelleshanu. Prandaj vëllezër, rëndësia e pranimit të veprës duhet me qenë derdi dhe gajlja jonë ma e madhe. Ajo çka është me rëndësi dhe tu do t'i ceki 4 pika. 4 pika do t'i ceki. Vepra e cila është madhështore dhe cilën e donë Allahu gjelleshanu subhanahu wa ta'ala, ku thot Allahu innema yataqabbal Allahu minal muttaqin. Allahu i pranon veprat prej kujt? Prej atyre të cilët janë të devotshëm dhe janë të sinqert. Prandaj vëllezër, për pranimin e veprës apo që të afrohen atij tek Allahu gjelleshanu me vepra të pranuara, çështja e parë mbani mend, është besimi, njohshmëria në Allahun. Me pas besimin e pastërt, i thonë me një fjalë tauhid, njohshmërinë e Allahu gjelleshanu
me pas në zemër se nuk meriton as kush të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Allahu gjelleshanuhu nuk ka djal. E vetëm me dishu, unë nuk e di vallahi, dikush thot që kështu, dikush beson, unë e respektoj ato. Si e respekton? Cilën e respekton? E respekton Allahut me i përshkru shok dhe ortak? Kto e respekton? Allahu gjelleshanu nuk ka shok, nuk ka ortak. Ati duhet me qenë mendimi i prerë, besimi, nuk duhet me pas dishim. Allahu thot, dhalikel kitabu la rejbe fi. Po, nuk na lejohet me ashaj tjetrit fen, me ofendu. Ati Allahu Gjeleshanu thot, wala të subbu ledhine, jed'une min dunillah, fe subbu Allahe adwen bi gajri ilm. Mos i shani, thot Allahu, ato të cilët e bëjnë dikon tjetër e lutin, e besojnë e adhurojnë pos Allahut. Mos mendon dikush se që Allahu e respekton shirkun, jo. Thot se ato do të kthehen, do të ashajnë Allahun dhe ti do të bëhesh shkaktar, vetëm për këtë arsye. Pra ndaj vlezër, pse tauhidi, pse ki besimin në një Zot, në një krijues, luj ka aq rol të madh të pranimi i veprës, për arsye se ai i cili i bën veprat pa marrë parasysh sa të mira janë, por besimi ti në Allahun Gjelleshanu nuk është në rregull, është ismun dhe ka defekt. Për këto Allahu Gjelleshanu shiqoni çka thot: innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadau bihi. Ata të cilët mohuan të vërtetën, e mohuan njëshmërinë e Allahut, wa matu dhe vdiqen me atë besim mohues. Allahu thot ditën e gjykimit këto, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadau bihi. Sikur ato ditën e gjykimit tër botën ta kishin të mbushur me ari, me dukat, dhe ta jipshin Allahu Gjeleshanu për me shputu ditën e gjykimit, falan yuqbala minhu. Allahu Gjeleshanu çka thot? Prej atyre nuk pranohet. Por e kundërta, sikur edhe ato në dynjë tër botën ta kishin me dukat dhe t'ja shpërndajshin të varfërve, Allahu nuk do t'ua pranonte nëse në zemrat e tyre kishte shirk, mos besim. Nuk do ta pranonte Allahu subhanahu wa taala. Se pranon Allah, pse? Innema yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Prandaj nuk i lejohet dikujt bëhet më i mëshirshëm se Allahu subhanahu wa taala. Me thonë, vallahi, Allahu është mëshirues e kështu me radhë. Allahu fal. A mëshirkun nuk e fal Allahu. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk e fal atë person i cili i përshkruan Allahu Gjelleshanuhu, i përshkruan shok dhe ortak. Kjo ishte e para, tauhidi. Vezër tauhidi është ajo çështja kryesore që njeriu nuk e len zjarin e xhehenemit edhe me pas kushe disa mëkate. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, men kana fi qalbi mithqalu dharratin min al-iman la yakhludu fi an-nar. Nuk do të jetë i përhershëm zjarin e xhehenemit ai i cili ka në zemrën e tij edhe një grimc të imanit, ama imani i pastërt, besimi i pastërt, ana tjetër nuk ka as edhe një grimc shirku, dishimi në Allahun në zemrën e tij. A e shikoni ki besimi tauhidi, çka i thonë ne? Tauhid është njësim apo njëshmëri, ki lu në rol të madh vllai dashur, ki të nxjerr prej xhenemi apo nuk të let jesh i përhershëm në xhenem, edhe nëse ki me vagona mëkate, me vagona, Allahu thot i falen. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu shirkun nuk e fal. Vdiq me shirk u kri puna ati. Vdiq me dishim edhe me dishim, se feja jonë është feja Allahut subhanahu wa taala. Atë që ne adhurojmë është krijuesi i gjithësisë. Ai është Zoti i të gjithë profetëve dhe të dërguarve të Allahut. Ne këtë çështje njëherë për gjithmonë duhet ta kemi të qartë. Nëse nuk e kemi të qartë, atëherë është problemi i madh çështja e besimit. Kjo është numër 1 vëllezër, besimi tek Allahu subhanahu wa taala. Pika numër 2 për pranimin e veprës është bindja pas bindjes dhe nënshtrimi pas nënshtrimit. Çka do të thotë kjo? Nëse ne do na ta dim Allahu subhanahu wa taala, ana i ka pranu agjirimin, ana i ka pranu Ramazanin, a e dini vëllezër shenja ku është?
A dini ku është shenja më e qartë? Ti atu kanë hap dyrët e adhurimit edhe pas muajit të Ramazanit, a i shton veprat e mira dhe pas muajit të Ramazanit, dije se Allahu subhanahu wa taala ta ka pranuar agjërimin. Shiqoni çka thot një prej muslimanëve të parë, Yahya ibn Muadh, Allahu e mëshiroft. Thot: "Men istaghfara bi lisanihi wa qalbuhu ala al-ma'siyati ma'qud." Kush bën astaghfirullah me gjuhë, e hala zemra ati është e lidhur me mëkatin e para. Wa azmu an yarji'a ila al-ma'siyati ba'da ash-shahri wa ya'ud. Dhe ai ka marrë vendim që muajin e Ramazanit, ani, mund vjen turp muajin e Ramazanit me bë mëkate, me hidhru Allahun, me bë punë të këqija, të fllihta, mas Ramazanit unë e di çka bëj. Pastaj pjesa tjetër shikoni çka thot: "Fa sawmuhu mardud wa babul qabuli fi wajhihi masdud." Ki thot agjerimi i këtij është i refuzuar, nuk pranohet. Dhe dera e pranimit të kabulit të veprës para ftyrës tij është e mbyllur. A e shikoni çfarë rëndësi të madhe ka? Prandaj mas muajit të Ramazanit ne e dim vëllezër se ne nuk mundet të njëjtën tempo edhe mas muajit të Ramazanit me e vazhdu, ajo është shumë normal. Muajin e Ramazanit kishim do ibadete specifike. Çka bëjshim? Hajshim sa më shpejt iftar, nxitojshim sa më shpejt me ardh xhami, me fal namaz e kështu me radhë, pastaj shkojshim në shtëpi, e përmendshim Allahun xheleshanuhu, lexojshim Kur'an, pak para sifirit pushojshim, çoheshim, hajshim sifir, pushojshim pak, e falshim namazin e sabajit e kështu me radhë. Dihet se një çështje e tillë jo ndopsohet, por ato vepra nuk i kitash jashtë muajit të Ramazanit, por megjithato duhet përsëri veprat e mira të vazhdojnë, se kjo është një shenjë prej shenjave të pranimit të agjerimit. Thot Allahu subhanahu wa taala, e tregon thuhet se ki ajet ka zbrit apo e përshkruan një grue, ka qenë dikun atje në vendet arabe, ajo ton ditën e ka ndërtu atë fanellën, dhe me thonë me ato që i kanë bo gratë atjerë, dhe ne i kena arrit, kanë qepë dhe me thonë kanë bo fanelle apo qorap të leshit, edhe ajo ton ditën prej në mëngjes deri mbrëmje e ka bo atë shmirë. Pas taj mbrëmje, çka ka bo? E ka shkatru prej fillimi gjithë ato. E Allahu shitjoni vlezër na këshillon dhe thot: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan." Mos boni si ajo shembulli asaj gruas, e cila pasi që e thuri shumë mirë fanullën apo pa marrë parasysh çka ka bo, u lodh dhe u raskapit, e pastaj mbrëmje çka boni, e shkatroi ato prej fillimi edhe një herë. Dhe me thonë Allahu xheleshanu na thot me fjalë tjera: "Ju që u lodhët edhe u raskapitet muajin e bekuar të Ramazanit, tash muajit të Ramazanit, mos boni ju shkaktar që Allahu xheleshanu mos më jau pranu 29 ditë agjerim, 29 net namaz të natë. Mos boni, thot Allahu xheleshanu, prej atyre, por shtoni veprat e mira me veprat e mira." Pas muajit të Ramazanit, shiqoni vlezër, thot Muhamedi alayhis salam: Men atba'a Ramadan bi 6 ayamin min Shawwal kana ka sawmi ad-dahr. Ai cili pas muajit të Ramazanit i agjiron edhe 6 ditë të muajit Shawwal, dikush thot subhanallahu, pse nuk u kri, jo u kri, po vullnetarisht kush dëshiron që pas muajit të Ramazanit të agjiron edhe 6 ditë prej muajit Shawwal, Allahu xheleshanuhu ja konsideron ati tër muajin tër muajin ja konsideron adhurim. Pse? Në Islam vlezër veprat e mira startojnë me 10 sevape. El hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Prandaj, nëse e llogaritim ne 30 ditë agjerim, dikush thot 29, Allahu xheleshanu e shkruan plot 30 ditë. 30 herë 10 u bon 300, edhe 6 ditë të muajit Shawwal, shpërblimi sa thamë është 10, 60 u bon 360 ditë. Dikush thot po muaji ka 365 ditë, ne e llogaritim, dhe me thonë, me llogarit sipas muajve të hënës. Edhe shiqotash veprat e mira janë shenjë, vazhdimësia në veprat e mira është një shenjë e mirë dhe e vërtet që Allahu xheleshanuhu
ta ka pranu veprën. Kini kujdes vëllezër, mos me ju kthej mëkateve pas muajit të Ramazanit. Mëkate bëjmë për me qëllim me bë mëkate apo dëni vepër të keqe që është edhe mëkat i madh, në Ramazan të kanë ditë mendja të ajo dhe ke thonë, unë inshallah pasi që të përfundon e muaji Ramazanit, kom me bë këtë mëkat dhe atë do të thonë mëkatin tjetër. Kjo ishte do të thonë ajo kushti i ditë apo shenja e ditë e pranimit të veprës, kush ishte? Vazhdimësia, nënshtrim pas nënshtrimit. Vepër të mirë pas një vepre tjetër, të mirë. E treta është shumë e rëndësishme. Hapja apo qetësia e zemrës në përkushtim. Allahu Gjelleshanu vëllezër, për ju që keni ardhë këtu, e ka dash me të vërtet që me ju shpërbli, jo vetëm me ju shpërbli, por Allahu Gjelleshanu a ka dash një mërsi të madhe. Prandaj ki vend, xhamia, të cilat i ka qujtë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem edhe kopshtet prej kopshteve të xhenetit, ardhja në xhami është prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe një gjë e tillë duhet me i kushtu rëndësi të madhe, me e madhru vendin në të cilin ke ardhur, se Allahu xhelleshanu të ka zgjedh me ardhë në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër, qetësinë më të madhe ai e ka gjetur ku? E ka gjetur në ibadet. Prandaj thot Allahu xhelleshanu: wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Pastaj thot Allah: walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Imanin që e ke në zemër, a e don? Besimin të cilin ti e posedon, a je i kënaqet me besimin apo nuk je i kënaqet me besimin tënd? A je i kënaqet me atë çka je musliman, a nuk je i kënaqet? Prandaj e ka shijuar mbëlsirën e imanit ai njeri i cili është i kënaqet se është musliman. Shiqoni vëllezër, nëse fillojmë tash duhet një çështje ta kemi se shumë disa herë te i kalohet kufini. Si cili përpiqet me u krenu me kombin e tij. Unë jam kështu, elhamdulillah që jam kështu. Ai turku thot elhamdulillah që jam turk, kena sundu e kena bo. Ai tjetri livdohet. Shembull, shiqoni vëllezër, ne duhet me u kënaq me besimin tonë. Një gjohë e tillë Allahu Gjeleshanu thot: ja ayuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'alakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allahu ju ka bërë juve shu'ub, popull dhe fise që të njihenin mes veti. Imagjinotin tër botën veç kish shqiptar, apo tër bota tisht veç turq, apo arab, apo gjerman, bajat dhe ishte. E Allahu Gjeleshanu ka bërë shumë popull, shumë fise. Ti për shembull dhe takon thua subhanallah, kom qenë në një vend e takova një prej Australie, e kom taku një prej Tanzanie, e kom taku një prej Bolivie. A e shikon Allahu Gjeleshanu si e ka kriju këtë dinjo? E ti me qka, si cili dinja, si cili krenohet me atë qka është. Por Allahu qka thot më në fund? Inna akramakum inda Allahi atqakum. E Allahu këtu e ka vullos. Ma i miri tek Allahu Gjeleshanu, a dini kush është vëllezër? As një komp nuk e ka cek Allahu. Prandaj mos krenoheni me ato cilën Allahu nuk i ka dhënë vlerë. Allahu ku i ka dhënë vlerë? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma i miri prej juve tek Allahu kush është? Ai i cili i frigohet Allahut subhanahu wa taala. Tu nuk ka diskutim, nuk ka nevojë me dalë në televizor dhe me bëjmë emision. Kush është ma i mirë? Allahu të ka tregu, ai na ka kriju. Ai na ka kriju. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma i miri prej juve tek Allahu Gjeleshanu është ai i cili frigohet Allahut. Qaj muslimon pa marë parasysh, i cili është ku ta di si e ka ngjirën apo formën e kështu me radhë, ama i frigohet Allahu Gjeleshanu, rubbe ash'ath aghbar law aqsama ala Allahi la abarrahu. Thot Muhamedi alayhis salam, do shta dikon të shihni ju,
të pluhrosur, i varfër, teshat e shkoqura, njerëzit nuk i japin, jam mshelin derën, ajo është i varfër, me u betuaj tek Allahu, apo me mallku dikon, Allahu ja pranon ati me njerë. Pse i frigot Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj krenaria jonë, me qka është vlezër, me qka duhet ne me u knaq? Ne duhet me u knaq me besimin që e ke. Allahu Gjelleshanu thot, inna dine inda Allahi el-Islam. Feja tek Allahu Gjelleshanu është Islami. Unë e gji që një gjotë të tile përsëriti gati gjdo bajram. Pse? Pse e përsëriti këtë qështje fejen Islame? Profetin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'anin, Allahun Gjelleshanu, se këto janë pitjet e para në botën tjetër. Bota tjetër prej kur fillon? Prej momentit kur të lojnë varë. Të vinë di melek dhe të qojnë, kush është feja jote? Shqo, as pak nuk i intereson. Qfar gjuflet ti? Qfar kombi je? Qfar pasoshi ke? Men dinuk, ma dinuk, kush është feja jote? Fejen qka e kite? Men nebijuk, kush është profeti jot? Men rabbuk, kush është zoti jot? Pra ndaj ne me qka duhet me u knaq? Për të pranimit të veprës tek Allahu subhanahu wa ta'ala, duhet me u knaq se Allahu na ka mundësu me bo vepra të mira. Ne e kalu mujnë e Ramazanit, me agjirim, me namaz nate, e gjëja tjera, me këto duhet me u knaq, pse kjo është një shenjë e pranimit të veprës. Kjo është një shenjë që Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka pranu veprën. Tregohet të vlezër është një prej djemve, dhe me thonë një nip i Aliut radiallahu ta'ala anhu, emrin e ka pas Abdullah ibn Hanefia. Thot me babajin tim Muhammed ibn Hanefia, i cili ka qenë djali i Aliut, por me një gru tjetër e ka pas, jo me Fatimen, tha shkum të një i afërmi joni të vizitojmë. Ishte i sëmuraj. Pastaj ishte shumë i sëmur dhe u qu dhe ju tha, më jip një ujë të marr abdes dhe të knaqem. Ne tha u habitëm, qka je të fol? Ti kërkon marrish abdes dhe të knaqesh? Tha Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, gjdo here kur e shihte veten e ti apo gjoksin e ti të ngushtu, i thonë të Bilalit, kum ja Bilal, wa erihna bis sala. Qu o Bilal, dhe bone ezanin dhe kametin që të falim namaz dhe të knaqena. Ne me veprat e mira vlezër duhet të knaqena. Me veprat e mira duhet qka? Me na uzgjeru gjoksi jonë. Për arsye se nëse knaqesh me veprën, me ardhjen tonë dhe në xhami, ajo shenjë që Allahu subhanahu wa ta'ala qka? Ta ka pranu ibadetin. Dhe tjetra është e katërta, mos konsiderimi, shqyqoni kjo është shumë interesant, mos me konsideru atë vepër të cilën që e ke bo, vepër e madhe dhe me umbur me ato e pastaj me deviju. Kjo shumë çështje interesant. Pra ndaj dikush ndoshta ka bo namaz nate e kështu me radhë dhe tjerët i shikon gjoja se ata jon prej banorëve të xhenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala për besimtarët, kur i përshkruan Allahu xheleshanu besimtarët thot: "Walladhina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Ata të cilët bëjnë vepra të mira, ata të cilët japin zeqat, agjirojnë, pastaj përsëri nuk mburen me atë vepër. Përsëri kanë frikë që Allahu xheleshanu a do t'ua pranon atë vepër ose nuk do t'ua pranon atë vepër. Thot me një fjalë do ta lexoj, është shumë interesant. Ibn Qayyimi rahimahullah thot: "Wa alamatu qabuli al-amal ihtiqaruhu wa istiqlaluhu wa sigharuhu fi qalbihi." Thot dhe shenja e pranimit të veprës mos me konsideru ato se ti kush e di çka ke bo. Për arsye se kjo çon në mendje madhsi. Unë çka kam bo, unë jam fal, kam dhon sadaka, kam dhon zeqat, kam bo dhe ti çka? Ti të hipën vetë janë qef dhe e konsideron vetën se ti u bone dikush i shenjt. E ka thonë një fjalë shumë interesant një prej dietarëve të mëdhej, ka thonë ndoshta një mëkat e bon që njeriu t'i kthehet Allahut subhanahu wa ta'ala. Si dikush ka bon një mëkat dhe i kthehet Allahu xheleshanu, i frigohet Allahut se e ka bon një mëkat, edhe pastaj bëhet prej robëve më të mirë të Allahu xheleshanu. Pa ai tjetri që ka bo vepra të mira, e merr ato se ai kush e di çka ka bo.
e konsideron ato se ki me të vërtet e fitoj xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, dhe kështu ki në këtë moment devion. Prandaj veprat e mira që ka i bëjmë, duhet me i kushtu rëndësi që Allahu xheleshanu ato të ndaj pranon, jo me qonë i sigurt se unë e bën ato dhe pa tjetër Allahu subhanahu wa taala ta pranon ato. Ndoshta duke bo veprën ke pas mendje madhësi, ndoshta duke ke bo veprën ke pas sifatësi. Prandaj Allahu subhanahu wa taala innema yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Me të vërtet Allahu subhanahu wa taala i pranon veprat vetëm prej atyre të cilët janë të devotshëm. Vëllezër, edhe pse na ka mbetur edhe 5 minuta për faljen e Bajramit, ne nga njëna anë themi elhamdulillah, nuk kena vend, nëse e din dikush podrumi është edhe njëherë, por edhe më tepër ka vend sa që jemi ne këtu në këtë faltore. Edhe ajo është i mbushur plot. Korridori nuk ka vend derisa edhe jashtë presin. Prandaj ne tash si jena, unë do ta shpjegoj tash faljen e Bajramit. Falja e Bajramit i ka direqate. Nuk ka kamet, me thonë, por i ka direqate. Mirët njerët tekbiri fillestar, Allahu Ekber, edhe pastaj i lexon ato subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim. Heshtën, pastaj rrjedhin edhe 7 tekbire tjera. Mirën edhe 7 tekbire tjera, edhe pastaj fillon imami me leximin e Kuranit, elhaumit edhe një surës. Kur qonë tash normal, ruku ka di sejdë, Allahu Ekber, përsëri ka edhe 5 tekbire tjera, me njerë, sa qonë Allahu Ekber në kom, prej sejdës, vijojnë edhe 5 tekbire tjera. Pas atyre 5 tekbireve, fillon përsëri imami me surën Fatiha edhe me një surë tjetër. Pasi që ta falim namazin e Bajramit, do ta bëj edhe një hutbë të shkurt, edhe me kaq e krim në me thonë këtë obligim dhe këtë tradit të pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër që tash qoheni ngadale, edhe drejtoni edhe plotësoni safët.